Në Kuvendin e Kosovës ka vazhduar edhe sot regjistrimi i deputetëve të rinj të legjislaturës së 11, të cilët siguruan ulse në zgjedhjet e 7 qershorit. Ky proces administrativ i nisur të hënën pritet të përfundojë sot, një ditë para mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit, e cila mbahet nesër me 6 gusht. Seanca e 6 gushtit pritet të nisë nesër me fillim nga ora 10, ku në rendite do të ketë formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, zgjedhjen e nënkretarëve të Kuvendit. Nëse të gjitha këto pika përfundojnë me sukses në këtë ditë, atëherë konsiderohet se Kuvendi është konstituuar. Përndryshe, siç dihet, seancën konstituive e udhëheq deputeti më i vjetër në moshë, i ndihmuar nga deputeti më i ri në moshë. Vetëm pas konstituimit të Kuvendit mund të vazhdojnë procedurat kushtetuese për propozimin e mandatarit dhe formimin e qeverisë së re. Për këtë arsye, ditët para seancës konsiderohen vendimtare për përpjekjet e partive për të siguruar shumicën parlamentare dhe për të shmangur zgjatjen e bllokadës institucionale.